oficer ndërhyrje shpejt Vlorës në 93-shin. Dhe duke parë ca gjëra që nuk e gjeja dot, u futa tek zyrat e shikut në Vlorë brenda dhe pas shumë mistere. Që unë nuk i them këto mistere, sepse nuk dua t'i them, po janë bërë shumë gjëra të këqija në këtë vend. Edhe vazhdon që me një mënyrë tjetër, unë e kam mbyllur këtë histori nga 90 andej. Nuk dua që të vuajnë të tjerë shqiptarë si puna ime. Unë dua që Shqipëria të hecë si akoma më para dhe mos të bëhet një luftë tjetër, jo si e babajti, për në një mënyrë tjetër, që po bëhet. Unë dua Shqipërinë të jetë e shqiptarëve. Dhe kjo që e historia ime paka shumë me i fjalë në këtë tragjedi, që është shumë e vështirë dhe shumë mund t'i ke ndodhur dhe të jetë një njerëzve si puna ime, po është një nga më të rrallat që mund të ketë. Jo, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Po, këto janë të sakta. Dokumentat nuk nxjerr se s'kan vlerë ti nxjerr më dokumentat që kam parë në shike, të gjitha gjërat nuk kanë asnjë vlerë. Dokumenta për babain? Po, për babain.